Fushata zgjedhore për zgjedhjet e lokale në Maqedoni ka nisur ashpër. Qysh në ditët e para, partitë politike ka nisur me akuza dhe kundër akuza, duke paralemruar një garë të nxehtë e të tensionuar deri në ditën e votimit. Porosia e dytë e Kristianit është Kristian Mickovski me Zagar, dilet në gjueti për Lepuj, por jo për Shqiponja, se Shqiponja nuk zihen as me Zagar, as me Lakej e Kasnec, të cilat ti po i stërvit për të na denigru neve. Po të përsëris edhe njëherë, Shqiponjat fluturojnë lartë në kaltërsi, Zagarët ruaj për Lepuj. Mesazheve të Ahmetit nga VMRO-DPMN u përgjigjen përmes një kumtese. Kemi një mesazh për Ali Ahmetin, ju nuk jeni as shqiponj, por një arabel i zakonshëm, dhe në thelb ju nuk jeni as shqiponja, por parti kriminale dhe të korruptuara, më të friksuarit janë më të zhurmshmit, me projekte, me masa, me reforma dhe me një jetë më të mirë. Shqiptarët kanë kohë që kanë pasur Ahmetin të ngopur dhe do ta tregojnë këtë në zgjedhjet e ardhshme së bashku me maqedonasit, të gjithë të bashkuar. Ndryshe, këto komente Ahmeti i dërgoi nga konventa promovuese që u mbajt të dielën në Shkup, ndërsa VMRO-DPMN të hënën e starton fushatën nga salla Jane Sandanski, gjithashtu në Shkup.